të gjithëve, mirë se keni ardhur në aktivitetin tradicional më të jashtëzakonshëm, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, në Logun e Bjeshkëve 2026. Me një kënaqësi shumë të madhe për të disatin vit, do të ftoj kryetarin e Bashkisë Malësi e Madhe, zotin Tonin Marinaj, me të cilin do të bashkëndajmë skenën, sepse në çdo aktivitet, në çdo dasëm, në çdo fest, në çdo gëzim familjar, Malësia e Madhe e ka zakon që i zoti i shtëpisë është ai që mban fjalën kryesore, mban peshën kryesore, mban përgjegjësinë për organizimin dhe i fton miq që të bëhen pjesë e festës me shprehjen e famshme ata çka ka pru Zoti. Kështu që Tonin Marinajn e ftoj në skenë për një fjalë rasti përshëndetje. Unë du t'i përshëndes gjithë banorët e Malësisë Madhe, Dugazinit, qarkut të Shkodrës, qarkut Lezhës, të Malit Zi, gjithë shqiptarë, gjithë malësorët, prej kado që vinë. Njëkohësisht duhet të falenderoj diasporën, njerëzit tonë që jetojnë në SHQBA, malësorë, kryesisht, ku takova shumë këto, çdo vit janë të pranishëm dhe realisht nuk i harrojnë rrajt e tyre. Shpresoj që të kaloni bukur, t'i falenderoj gjitha vajzat që marrin pjesë, me saj pa para kështu kalim të gjithë se cila është ma bukur se tjetra. Janë vajza nga trevat e Malësisë Madhe, që nga Ulsini, nga pjesa e Lezhës, e trevat tjera ku banohet me malësor, prandaj quhet Logu i Bjeshkëve. Ju falenderoj gjithëve. Duhet përcjellë disa mesazhe të rëndësishme për sa i përket zonës Kelmendit. Vitin që vjen, energjia elektrike do jetë në zonën e Kelmendit, një diçka shumë e mirë pritun, që me këtë rast duhet falenderoj kryeministrin, ministrin e infrastrukturës, Enea Karakaçin, për këtë mbështetje që do jepet kësaj zonë për t'ju hap një rrugë e madhe biznesit, sepse rruga është të jetë edhe energjia, këtu mundësit për të bërë turizm, agroturizm, hoteleri është shumë e madhe. Falënderit gjithëve dhe jeni gjithë në rrumë. Malësia e Madhe është një zonë e cila ja vlen të vizitohet në 4 stinët e vitit, ka një turizëm gjithvjetor, jo vetëm Alpet e mrekullueshme që jemi sot, ka shumë zona të tjera, Vermoshi, Kelmendi, Tamara, Bregu i Liçenit është jashtëzakonisht shumë i bukur, Razma, Reçi në zonën e Shkrelit, kryesisht në pjesën e Vjeshtës sjell shumë mundësi për ta vizituar për shkak edhe të frutit të gështenjës, kështu që për gjithë ju që keni ardhur sot për herë të parë Malësinë e Madhe, mos u largoni sepse do të keni mundësi për të shijuar peizazhe të mrekullueshme dhe mbi të gjitha njerëz shumë të mirë që pak ku i gjen në për Shqipëri. Mos i kurseni duart rokitjet, shijoni Logun e Bjeshkëve, në vazhdim vallja e Logut. Këto janë 9 vajzat konkurente të Logut të Bjeshkëve 2026. Vazhdojmë me prezantimin e vajzave. Vajza me numër 1, Leontina Elezi, bën një hap përpara. Mund t'i shoqëroni edhe me duart trokitje gjatë kohës që i prezantoj, sepse dihet që kanë emocione. Ajo është me origjinë nga Vermoshi, por e rritur në shtojtë e Ulqinit. Më vjen shumë mirë që çdo vit vajzat kanë lidhje edhe me Malësinë e Madhe apo me Shqipërinë për te i kufirit, sepse
pavarësisht historisë, Shqipëria, malësia e madhe është e gjitha një dhe kufiri është vetëm imagjinar. Ajo studion shkenca kompjuterike në Kaliforni dhe merret me krijimin e faqeve të internetit, programeve kompjuterike dhe gjithashtu aplikacioneve të ndryshme. Traditat nuk ruhen në fjalë, por në vepra, prandaj jam këtu e veshur me xhublet, thot Leontina Elezi, vajza me numrin 1. Vajza me numër 2 është Arbra Dembacaj me origjinë nga Llaçi i Nikçit, është me origjinë nga bjeshkët e mrekullueshme të Kelmendit, e lindur dhe e rritur në Itali, ndërsa që në fëmijëri merret me balet, aktualisht studion për shkenca telekomunikacioni dhe sipërmarrje. Rënjët nuk harrohen, por mbahet me krenari, prandaj xhubleta është dëshmi e kësaj thënie që na e sjell Arbra Dembacaj sot, vajza me numrin 2. Sërish, malësia e madhe, këndej dhe andej kufirit bëhet një me pranin në këtë aktivitet të vajzës me numër 3, Stacy Gruda, 17 vjeçe. Ajo vjen nga Lezhë dhe është rritur në Itali, por origjina e babait të saj është nga Gruda e Malit e Zi dhe nëna nga Vukli, një bashkim i trojeve malsore tek vajza me numër 3, studion për laborante dentare. Xhubleta nuk është vetëm pjesë e së kaluarës, por edhe pjesë e së ardhmes tonë, thot Stacy Gruda, vajza me numrin 3. Dua një duartrokitje shumë të fortë për Kosovën tani, e cila prezantohet nga vajza me numër 4, Gabriela Ndrecaj. Lindur dhe rritur në Michigan me origjinë nga Klina, që në moshën 6 vjeçare është pjesë valltare e grupit Gjergj Kastrioti, që vazhdon të trashëgojë edhe më tej traditat e bukura edhe në vende me një popullsi të madhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me një bashkim të kulturave të gjithë botës. Vajza me numër 5, Nora Çulaj. Prindër malsor, por e rritur në Amerikë, diplomuar për financë kontabilitet. Xhubleta është mënyra më e bukur për t'i treguar botës, thot Nora Çulaj, se sa krenare jam për vendlindjen time. Vajza me numër 6 vjen nga Broja e Kelmendit, bëhet fjalë për Mirela Ujkaj, studente për infermieri në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi. Xhubletën nuk e kemi vetëm veshje, por edhe krenari dhe pjesë të identitetit, thot vajza me numër 6, Mirela Ujkaj, dhe kështu dua një duartrokitje për 6 vajzat e para që i prezantuam përpara jush në aktivitetin shumë bukur Logu i Bjeshkëve 2026. Jemi tek 3 konkurentet e fundit në këtë aktivitet. Jemi tek vajza me numër 7, e cila është Nikoleta Kolndreu. Është mbes nga Tamara, vetëm 16 vjeçe, vjen nga Franca por ka lindur në Itali, vazhdon shkollën e mesme dhe flet 3 gjuhë të huaja. Ka mbeshur xhubletën që nesër të mos humbas historia jon, thot Nikoleta Andreu, vajza me numër 7. Albana Kroni është vajza me numër 8, lindur dhe rritur në Itali me origjinë nga Thethi i Dugaxhinit. Studion sonografi mjekësore, vjen në Logun e Bjeshkëve për të plotësuar dëshirën e gjyshes së saj nga nëna. Xhubletën e kemi amanet që çdo brez ja beson brezit tjetër. Dhe vajza me numër 9 është Irena Selimi, konkurrentja e fundit, me origjinë nga Bajza e Kastratit, ka lindur në Shqipëri dhe është rritur në Itali, ka studiuar marrëdhënie ndërkombëtare, marketing dhe gjithashtu gjuhë të huaja. Xhubleta është krenaria e grave malsore dhe një pasuri e çmuar kulturore, thot vajza me numër 9. Dhe kështu, këto janë 9 konkurentet e Logut të Bjeshkëve 2026. Çun Lajçi. Një kybulla, një trim dërnguar në të vranin, fort i shtranue, po nuk len kalë, mëre, me shtektu, nuk len
qiki me u fejue. Askush në botë nuk bën konkurs bukurie me veshje tradicionale mira vjeçare, kështu që besoj është momenti që Malësia e Madhe të nis punën për ta futur logun e bjeshkëve në UNESCO. Kam një grup artistësh dhe këngëtarësh të cilët do t'i ftoj në skenë. Shumë marat nuk në me kani, dit për dit rrinë të kani shi, një dit më thiri me shku në shpi, ojlu, 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 ojune. Nuk ka tanko të dikur dhe hotit, s'ka prander pa lulle të hotit, bashkë në njonë se ne i kelemenit, nuk ka zemër pa lujbenit. Oh, sa e bukur, hajde keni ka gjyla, oh, sa e bukur, hajde keni ka gjyla, oh, gjyla faqet, kuqa si zymyla, oh, gjyla faqet, kuqa si zymyla, gjyle sa e bukur je, gjyle sa e bukur je. Bir bir çifteli, haydi dreve telin, dalını masis, bezake përcelin. Si që i dan, dritën syni, kongën shipe, ma gjon shpirti, si që i dan, ullit pranvera, kongën shipe, ma gjon zemra. Perëndia ka qëndis, mojësan malit e marsis, mali zemrën ma ka përblu, me ti pa dy sytë tu. Bjeri gajde s'gajde qis, bjeri o të lumë të dora gajde që o djalini, sot të erdi ora. Katër shqipes dy krenare, do t'i shkruaj vargje nota, janë prej hotit, malësi së male, jem shqiptar na një tambota. Shqipe, shqipe, këngën dite, vallën hime, se këtu kënohet, se këtu kthehet, mirë se erdhët. Jam Albana e Malësis, në kalideri qiftelis, me lohutën legjendare, në Amerikë vaj shqiptare. Bëhet fjalë për ansamblin e valleve dhe kërcimit Qendra Kulturore Kaçaniku, që vjen përpara jush priteni me një duartrokitje, Vida Kunora. Të ndërruar mysafir të logut të bjeshkëve, i përshëndes djemtë e Marsis teme, kudo që ndodhen mbrena dhe jashtë ateut. O çuntera pluhen o moj syzes, e çuntera pluhen o moj syzes. Pluhnoj sy zezën o moj sy zezën. Hey! Mirëprisni vallen e dytë të vajzave.
Një duar trokitje për të gjithë emigrantët që na janë bashkuar sot. Artisti që do të ftoj tani është një prej zërave më të bukur të muzikës shqiptare, por jo vetëm. Ka emigruar prej shumë vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një artist që ka një këngë vetëm për vallet, një artist që i ka kënduar gjithmonë veriut, por jo vetëm, edhe Kosovës, zonja dhe zotrinj. Mirëpristi me një duar trokitje, Gëzim Nika. Si po ndihesh sot Malësi të Madhe? Po ka ma mirë se në Malësi të Madhe, sidomos gjithë ta bukuri këtu, djem, vajza, burrat mirë, Malësi e Madhe, përshëndetje, mirëdita, mirësyt. Kur një qanë zanin e nanës, Shyshelen qinxi kopen, dhe gërin dyja tri her, edhe i kënë me mërven, dhe gërin dy tri her, edhe i kënë me mërven her. Hajde si së bashku! Shqipëri Dashnin të në zemrat kur s'ka me harru Shqipëria nana ime do se jama i mërguar Dashnin të në zemrat kur s'ka me harru Përpara se të vendos juria publikisht çfarë është marrë si vendim, dua gjykimin e publikut. Cila është vajza më e bukur? Ka shumë preferenca për vajzat, gjëja më e mirë është që vajzat e Malësisë së Madhe janë të gjitha bukura, kështu që duke nisur nga kryetari i jurisë zoti Ermal Pacaj, kryetari i bashkisë zoti Tonin Marinaj, do t'i ftoj në skenë për të dhënë çmimin prefektja e qarkut të Shkodrës, zonja Holta Dudaj, dhe gjithashtu deputeti i Malësisë së Madhe, zoti Bujar Rexha, ndërsa do doja që të na bashkojë në skenë Aurora Lulaj, që është Miss Bjeshka 2025. Ajo mban kurorën që do ta dorëzoj sot tek një tjetër vajzë që mban për një vit me radhë si më e bukura e bjeshkëve për vitin 2026. Janë në total 5 çmime. Kërcimtarja e logut, shtajzovalja e bjeshkëve, zana e malit, xhubleta më e bukur dhe Miss Bjeshka për vitin 2026. Me mirëkuptimin e juaj do kisha dashur një duartrokitje shumë të madhe për Malësinë e Madhe. Dhanin e tonë ne. Shumë faleminderit. Dua duartrokitjen e fundit për vajzat tona që shumë bukura, kërcenin bukur, të arsimuara, të shkolluara, duke i përçuar më tej traditën, s'ka më bukur se ta mbyllim kështu logun e bjeshkëve. Atëherë zoti Pacaj, Arbra ka fituar xhubletën më të bukur, numri 2. Arbra të Mbacaj është xhubleta më e bukur në logun e bjeshkëve 2026. mirëpresim Arbrën në skenë për të bërë edhe kurorëzimin e këtij momenti. Zonë prefekte. Atëherë, mu më qëlloj që të jepja çmimin kërcimtarja e logut dhe juria ka vendos me shumicë votash që t'jetë për Nora Çulaj. Teksa kurorëzohet Nora Çulaj, është vajza me numrin 5, rradha besoj është e deputetit zotit Bujar Rexha. Në radhë parë faleminderit gjithëve për këtë eveniment shumë të rëndësishëm dhe pjesëmarrjen tuaj sot në logun e bjeshkëve. Mu mbra rasti që të jap çmimin zana e maleve. Gjithmonë Malësia e Madhe ka pas zana dhe sot të çmim e fiton Albana Kroni, e cila është zgjedhur si zana e maleve për këtë sezon.
Dua një duartrokitje shumë të fortë se i shikoj që vajzat kanë emocione, 5 vajzat e fundit që kanë mbetur, do të pyes edhe një herë tjetër kush është më e bukur e bjeshkëve për vitin 2026. Shtoj zavadhe e bjeshkëvet, u zgjodh Mirela Ujka. I urojmë të në të mirat. Për para se ta mbyll, unë paktën personalisht ju falenderoj gjithve që ishit këtu, kënaqësi shumë e madhe, kam një falenderim për Lindita Shaban dhe Ristian Smajlajn që ditën e sotme kanë qenë gjatë gjithë kohës që ky aktivitet të jetë i mrekullueshëm. Tonin Marinaj, kryetari i Bashkisë Malësisë Madhe që përtej se kryetar, unë kam nderin ta kem një mik personal shumë të mirin dhe falenderoj që gjithmonë më ka bërë pjesë kur unë kam patur mundësi të këtyre aktiviteteve. Kryetar, fjala e fundit si gjithmonë. Me të thënë drejtën e quaj diçka të veçantë çmimin e parë, ku publiku mendoj që edhe mund ta dinë pa e lexuar. E them këtë pikërisht se juria unanimisht e votoi çmimin e parë. Pra besoj që edhe populli i Malësisë Madhe dhe pjesëmarrësit tonë shumicat ketë njëjtin menim. Çmimin e parë Miss Bjeshka në logun e bjeshkëve 2026 i jepet Leontina Elezi. Leontina Elezi, vajza me numrin 1 me origjinë nga Vermoshi, por e rritur në shtoj të Ulqinit. Studion shkenca kompjuterike në Kaliforni dhe merret me krijimin e faqeve të internetit, programeve dhe aplikacioneve. Tradita nuk ruhet në fjalë, por në vepra, prandaj jam këtu e veshur me xhublet, ka deklaruar Leontina Elezi. Zonja dhe zotrinj, më e bukur e bjeshkëve për vitin 2026. Ftojmë edhe Aurora Lulajn, që është Miss Bjeshka për vitin 2025 për të bërë shkëmbimin tradicional të kurorave dhe gjithashtu bëhen edhe fotot e rastit në këtë aktivitet tradicional. Ky është momenti kur 2025-a i le radhën për të qenë më e bukur e bjeshkëve 2026-s. Ishte kënaqësi shumë që u takuam, ju uroj më të mirat dhe vetëm për gëzim gjithmonë në Malësitë Madhe. Faleminderit të gjithëve.